Peka, ka një korrigjim të momentit sepse në zhargonin e përditshëm hyri koncepti non grata, pavarësisht se juridikisht mungon një po themi ne logjik e tillë, të paktën në sanksionimet që ka bërë Shteti i Bashkuar të Amerikës, për më tepër që nuk ishte një sanksionim që erdhi nga thesari. Sot Berisha vet ka fituar të drejtën për të udhëtuar në drejtim Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Nga pikpamja juridike, çfarë ka ndodhur? Para se shpjegoj për pikpamjen juridike dhe me që jemi tek udhëtimet. Edhe po pyesim Berishën a udhëton dot në Shtetet e Bashkuar të Amerikës apo jo. Unë kam një pyetje për Ramën. A përdor pasaporta falso për të udhëtuar jashtë Shqipërisë me vizita private? Rama përdor Po pyes Ramën publikisht, a përdor pasaporta falso për të udhëtuar jashtë Shqipërisë me vizita private? Tani kalojmë tek dezignimi. Përdor kryeministri. Po pyes Ramën publikisht, a përdor Rama pasaporta falso për të lëvizur jashtë Shqipërisë apo jo? Tani për të sqaruar këtë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka 20 mekanizmash ligjor dhe politik për të trajtuar rastet e personave që janë në sankcion. Po. Njëri është sanksionet që jepen nga Departamenti i Thesarit, njëri është sanksionet që jepen nga me urdhër ekzekutiv të Presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka një urdhër ekzekutiv që mbulon Ballkanin. Edhe një është bazë të ligjit për shërbimin e jashtëm, i miratuar në vitin 2019. Sanksionimi i jashtëquajtur i Sali Berishës është bërë me ligjin për shërbimin e jashtëm. Ligji për shërbimin e jashtëm i jep të drejtë sekretarit të shtetit të ndalojë hyrjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës individëve të caktuar. Për arsye politike të politikës së tyre. Sali Berisha ndryshe nga gjithë këta tjera që janë sanksionuar, nuk është sanksionuar nga me urdhër ekzekutiv të presidentit, është sanksionuar vetëm me vendim të urdhër të sekretarit të shtetit mbas ligjit për shërbimin e jashtëm. Mbas të ligjit për shërbimin e jashtëm, sekretari i shtetit vetëm mund të ndalojë hyrjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ndalon këtu. Dhe kjo nuk është non grata. Çfarë është non grata në fakt? Non grata është person i padëshirueshëm, i padëshiruar, por që është koncept juridik më i gjerë se sa hyrja ose jo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po. Sali Berisha kur nuk është sanksionuar nga Departamenti i Thesarit. Sanksionimi nga Departamenti i Thesarit do të thotë të kalojë të gjithë filtrat e qeverisë së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, dhe nuk kupton sanksione ekonomike dhe financiare ndaj individëve të sanksionuar. Duke bllokuar dhe pasuritë apo duke përfshirë bllokimin e pasurive, llogarive bankare apo kompanive që operojnë me ta. Ky nuk është rasti i Sali Berishës, ndryshe nga gjitha rastet e tjera të individëve që janë në Shqipëri apo edhe në pse është ndryshe edhe nga individët e tjerë që janë në Shqipëri. Po sepse kjo është bërë vetëm është bërë me baza ligjore është krejt tjetër. Okej, qartë. Kështu që në këtë këndvështrim Berisha është i saktë kur thotë që unë nuk kam qenë non grata dhe nuk kam qenë i sanksionuar. Sepse non grata dhe sanksionimi lidhen me Departamentin e Thesarit dhe me urdhën ekzekutiv të presidentit, qartë. Në rastin konkret, Berisha ka qenë ishte ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dezignimi ose hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti i Shtetit bën në dy mënyra. Në mënyrë private dhe në mënyrë publike. Në mënyrë private kemi qindra politikanë, biznesmen që janë të sanksionuar dhe nuk u jepet vizë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë edhe deputet. Në mënyrë publike është ajo çfarë për njoftimi që bëri dhe Blinkeni vetë parë. Tani kush është esenca? E gjithë ky debat në këndvështrimin tim është debat i kotë. Esenca e gjithë shkaje ka qenë jo hyrja apo udhtimi apo jo i Sali Berishës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, por ka qenë izolimi diplomatik i tij. Ky është fillesa dhe mbaresa e gjithë shkaje. Pra ky ka qenë qëllimi, po themi ne. Ai ishte mjeti, ky është qëllimi. Izolimi diplomatik. Dhe nëse shikon që nga 19 maj 2021, kur është përcaktuar nga sekretari i shtetit, komunikimet e ambasadës amerikane me Sali Berishë kanë qenë zero. Edhe sot që flasim, komunikonin me deputet të Partisë Demokratike, komunikonin në ambiente tjera, po jo në ambientet e Partisë Demokratike, dhe ajo çfarë ka ndodhur sot është përtej debatit të udhëtimit, është sepse për herë të parë ka ndodhur një komunikim i drejt për drejti i të ngarkuar me punë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Sali Berishë. Pra, i përfaqësisë diplomatike të Shtetit Bashkuara të Amerikës me zonë. Pra, nuk është
nuk është dërguar fjalë apo mesazhe politike nëpërmjet personave të tretë, po është kontaktuar drejt për drejti si Sali Berisha, si kryetari i opozitës, si personi jo i nën sanksione tashmë, pra është zhbllokuar diplomatikisht. Kjo nuk kupton që në ditët në vijim, obori i selisë Partisë Demokratike, zyra e Sali Berishës do bëhet qendër pelegrinazhi për diplomatët e huaj në Tiranë. Rikthehet, pra, kjo është dhe heqje e izolimit, po themi ne diplomatik të Sali Berishës. Kjo është esenca, kjo është kodi. Kjo është zbërthimi i kodit të Sali Berishës kur thot u ktheva. E qartë. U ktheva do thot u zhbllokova diplomatikisht. E qartë. Dhe për shkak të këtij dhe pse është e rëndësishme? Për shkak të këtij bllokimi diplomatikisht, Edi Rama është mbështet pa kufi. Opozita është godit. Zgjedhjet janë lejuar të vjedhen. Po. Dhe e kam thënë një herë në fundit të studio me ty dhe përsëris edhe një herë. Edi Rama ka pasur licencë të vjedhë zgjedhjet të 2025-s. Ka pas licencë të vjedhë nga partnerët tanë, këtej dhe andej Atlantikut. Ka pas licencë sepse personi përballë ishte izoluar diplomatikisht. Sot ai nuk është më izoluar diplomatikisht. Sot Edi Rama nuk e ka më atë licencë. E kombinuar edhe me zhvillimet e tjera, dita e sotshme është dita më e zezë në karrierën politike të Edi Ramës. E qartë, Ilda, pra, me këtë arsyetim që bën Peka, e para është një vendim i marrë, po themi në tagrin e Blinkenit aso kohë sekretari i shtetit, qëllimi ka qenë izolimi diplomatik i Berishës, ti vetë që e njoh se shumë mirë marrëdhënieve ndërkombëtare, ke qenë në takime shumë të rëndësishme dhe me ndërkombëtar dhe ke parë se si është evituar takime me Sali Berishën, nga ky moment do të thotë që jo vetëm Sali